Deri 24 orë përpara ishim në rregull, sepse rezultatet që kishim bërë për mendimin tim me Andorrën, me Anglinë dhe me Serbinë, ishin brenda pritshmërive, brenda logjikës. Mbrëm me siguri që rezultati, edhe loja që është parë në fush, se nuk mund ta fshejmë, është një lojë që se thua vjen ndesh me atë që kërkoj, pritej edhe besoj në një mas. Unë për shembull, kur më ftove Partia në emision, mendoja që do vija sot dhe do thosha i morëm 3 pikë në Letoni etj, po nuk siç duket nuk. Dëgjoj, po të lexoje entuziazmin në rrjetet sociale para ndeshjes me Serbinë, ne ishim të kualifikuar, po në përgjithësi ne udhëhiqemi nga ky entuziazm i tepërt. Edhe kur morëm pjesë te ky festivali evropian i këngës, po të lexoje komentet, zëre se Shqipëria e kishte fituar. Nuk e kam ndjekur në asnjë rast me shumë vëmendje, domethënë, po me Serbinë, ajo atmosfera ishte për shkak të, ndoshta një çik për shkak të elementeve jashtë futbollit, historik, etj, politik, etj, gjë që edhe i bën mirë edhe i bën keq ndeshjes. Për mua nuk i bëri keq sepse atë ndeshje ne luajmë një ndeshje të mirë dhe shumë të mirë, dhe nëse ka një skuadër që si thua mund të ketë mbetur peng që nuk e fitojnë ndeshjen, kjo skuadër duhet të jemi ne nga ndeshja me Serbinë. Sepse kishim diçka më tepër se sa Serbia, sikur edhe thjesht rastet më të pastra se sa Serbia për të shënuar. Kurse mbrëm pastaj është krejt e kundërta për mendimin tim, dhe besoj për mendimin e të gjithëve, sepse skuadra jonë, domethënë është disa ndeshje që ne luajmë me skuadra që janë më të vogla ose më të dobta, po përdor këtë term, se sa ne, dhe nuk po dim të bëjmë rolin e skuadrës së madhe.